nuk ka dilema se qëllimet për ta zvogluar ose për t'ja jep një kuptim tjetër Skënderbeut nuk i bojnë ballë logjikës historike, po edhe kritikës shkencore historike për faktin se bashkëpunimi i tij me Vatikanin, me fuqitë evropiane në atë planin e përgjithshëm të Evropës, se Evropa ishte trazuar nga sukseset e perandorisë osmane dhe inkorporimi i vetë shqiptarëve dhe luftës së Skënderbeut në këto projekte globale të Evropës e të i kalojnë personale në Skënderbeut. Prandaj nuk kemi çka të diskutojmë, absolutisht jo. Veprimtaria, personaliteti e reflektimi i luftës së Skënderbeut është shumë dimensional, është heterogjen. Dhe në këtë kuptim, Skënderbeu pati probleme edhe të brendshme edhe të jashtme. Kemi shpesh herë në kuptimin e organizimit të brendshëm, për shembull, konfliktet feudale, të cilat shpesh herë i shkonin jashtë interesit të përgjithshëm, raporti për shembull që pati me Hamza Kastriotin, me nipin e tij, me djalin e vllaut të madh, Stanishit, që për interesa këto mund t'i quajmë personale, për ta marrë me ta trashëgu pushtetin, e tradhtoi. Interesi mandej i Mujsi Golemit, largimi ko paskoshëm i Dugagjinasve prej kësaj rezistence, ajo krenaria e theksuar e feudalve arianit, topia e tjerë që natyrisht nuk dëshiroshin ti nënshtroheshin autoritetit dhe personalitetit të Skënderbeut, është një pjesë e brendshme e historisë politike të shtetit shqiptar. Mirë po, ka arrit me menaxhu me sukses, edhe sa ka qenë gjallë, përveç këtyre rasteve specifike, nuk ka pas ndonjë problematik të madhe, sa i përket organizimit të brendshëm. Bile, Skënderbeu ka qenë shumë i vetëdijshëm për këto elemente që po i përmendim, të atij partikularizmit feudal të brendshëm.